Open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night. The sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings. We can ride it out. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings, love forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. Në episodin e kaluar, Flora shpëtoi fshatin e piksive duke shëruar pemën e jetës dhe fitoi çarmiksin e saj. Por në Alfea zbulohet se Avaloni është spiuni i Darkarit. Para se të arrin ta ndalojnë, ai rrëmben Blumin. Blumi ka ikur. Nuk më bëhet vonë çfarë thoni ju. Unë të vetë ndihmoj për të shpëtuar Blumin dhe kjo mori fund. Loketa, mendova se nuk doje ta shikoje me atë vend të Ju frikshëm. kujtohen ato përpinsjat hije që po kërkonin kudo dhe ishin gati për të ngrohur? Më bëhet vonë. Blumi është zana ime dhe ka nevojë për mua. Ajo ka nevojë që ti të jesh gjallë. Mendo për kohën që isha atje. Loket, mbretëria e Darkarit është mbretëria e së keqes. Energjia negative që ndodhet atje mund të bëjë që piksit të reagojnë vetëm deri në 77% të potencialit të tyre, apo jo, Digit? Rreth 84%. Dua t'ja di. Do të vi edhe nëse do më duhet të fluturoj me krapë. Shtëpia juaj është kaq e bukur. Do vi me ju. Amore, nuk mundesh. Më fal, Stella. Ne e duam të gjithë Blumin dhe Loketën. Çfarë do që të thot Pifi, unë e përforcoj. Çfarë thot tani? Nuk e kam idem fare se ç'ta. Digit, bëj të arsyetojnë, nëse piksit vinë me ne, ka shumë mundësi të mos kthehen më. Ndoshta është kështu, por duke parë shifrat edhe Wingsat dhe specialistët këto shanse kanë. Atëherë, ku qëndron problemi? I kemi rregulluar të gjitha mjetet për së mbari. Nëse doni të shkojmë t'i bëjmë një vizitë Lord Territ, tani është koha e dur. Ose ndoshta ke frik nga mua, Blum? Nuk ishe kur kisha këtë pamje, apo jo? Mos guxo ta shqetësosh zonjushën sklav. Ajo është shumë herë më e rëndësishme nga sa arrin ta imagjinosh ti. Pas se ta kem transformuar lojtarin e zjarit të dragojt në Blumin e erët, lidhja natyrale e Fenixit hije. Të dy do të bashkohen dhe do të lëshojnë fuqinë e reliksit, që vetëm unë do ta drejtoj. Ndërroja Terri, kjo nuk do të ndodh kur. Më fale, dashur, po kjo s'është ëndra ime. Është makthi yt. Në rregull të gjithë pra, bëhuni gati të nisemi. Prisni një sekond, vajza. Kam bërë kërkime topologjike mbi shpellën e Darkarit dhe asnjëra prej hyrjeve nuk është aq e madhe sa të hyjnë automjetet e specialistëve. Është shumë problem i madh, si pa mjetet tona ne. Tani s'kemi as edhe një shans. Çfarë mund të bëjmë tani? E po, nuk besoj se ne mund të bëjmë ndonjë gjë, ndërsa Brendoni po. Unë? Çfarë, mos do që të hap një grop me duart e mia? Jo, por e dashura jote e vjetër ka një krim shkëmb gjigant që mund të na hap rrugën menjëherë dhe mos thuaj që po gënjej.
Në asnjë mënyrë, Sky. E di ku do të dalësh me këtë dhe s'më pëlqen fare. Çfarë? Mos do ta lësh të gjithë universin në duart e Terit dhe të mos I kërkosh ish të dashurës tënde princeshës Amentia, një nder të vogël? Në fakt po. Në fakt, unë mendoj se kjo ide është e shkëlqyer. Ju të dy duhet të shkoni të takoni menjëherë. Si, ne të dy? Sigurisht. Ishte ideja jote. Oh, ç'mu desh dhe mua. Në rregull, ne do t'ju presim në pikën e takimit. Pasi ky bukuroshi ta bin princeshën që të na ndihmoj. Ne do t'jemi gati për sulm. Drejtoresh, mendoni se mund t'i kërkoni Lordit të Templarëve që të vitë të na ndihmoj? Jo. Lordit të Templarëve s'mund t'i kërkojmë kur të luftojnë në betejë midis dritës dhe errësirës. Kjo gjë duhet të shmanget me çdo kusht në përpjekjen tonë. Ne duhet ta mposhtim të vetëm Lordin e errësirës. Forca, le ta bëjmë këtë. Dhe mos u shqetësoni. Do t'i mbaj unë ndjen të larg të lasheve. Pra kyna që nga plani tyre patetik. Hije, kam një punë për ju. Mendoj se dhe Triksa duhet të na hyjë në punë. Keni kujdes që të gjithë. Djema, kjo është rruga për t'hyrë brenda. Princesha Amentia, ja ku po vim. Bëni kujdes! Më falni mua, por unë po iki. Duhet të përdorësh një pas tjetër për dhëmbët. Hip! Shpejt Djema këtu! E ke elektrikun se unë humba timin. Jo, se kam. Mrekulli. Hidhi një sy. Jeni gati Djema? Sigurisht. Eja! Ja, e shikoni, shumë e Mos ju lehtë. duket normal ky udhëtim ju specialist? Po, pak a shumë. Shiko, këta kristalet. Ju a thash që dia rrugën. Mbretëria e shpellës mund t'jetë larg që këtu. Kur do të tregoni respekt ju njerëzit e mbi tokës? Është mbretëreshri, jo mbretëri. Prit pak, unë të njoh ty. Ti quhesh Abrupto. Nuk më mban mend mua fare. Abrupto vëlla im. Jemi nga një familje. Më falni, por kemi lënë ca punë për gjysmë mbi tokë dhe duhet të merremi me to. Gati Brenda. Gjojtje bukur. Mbarojmë punë shpejt me të huajt këtu në tokë. Na thoni pse keni ardhur. Po kërkojmë një takim me princesha Amentian. Në fillim e lini princeshën në altar, pastaj vini të kërkoni një takim. Kush ju duket vetja? Në fakt, princesha më la mua në altar. Ndodhi krejt e kundërta. Sa me fat, përndryshe do të kishim ty mbret dhe jo sponsusin fisnik. Pra shikoni, e gjithë mbretëria juaj është në borxh me shokun tim që nuk u bën mbreti juaj. E vërtet, mirë atëherë mund të takoni mbretëreshën. Ja ku është kodi I veshjes. Pjesa më e madhe e veshjeve është I zgjedhur sipas dëshirës, por burrat duhet të mbajnë se s'bën pupla zogu hardhuce. Vetëm për punë, ëh? Unë nuk përbë kam rrezik apo jo? Po, ja ku është krijesa dhe ja dhe puplat. Mua s'po më duket ndonjë problem I madh. Le të marrim ja 2 pupla dhe t'ja mbathim vrapit që këtej. Rek që këtej! Nxjerrim mjetet e transportit. Çfarë? Sa po më ra mjeti im? Shkërqyshëm. Sky, drejtohemi nga lumi. Deri këtu ishim, faleminderit. Herës tjetër do drejtoj unë. Çfarë nuk bëjnë njerëzit sot për modën? Lëre fare modën, po mendo çfarë do t'i thuash princeshës. Do jetë mirë që t'i zgjedhësh fjalët. Bëj kujdes, sepse na duhet shumë ndihma e saj. E kuptove, djali I bukur? Pra, ta kanë ikur të gjithë. Habitim që nuk shkove edhe ti me ta.
Ato janë vajza shumë të forta, Griselda. E di që ato do të mund t'ja dalin vetë, për aq kohë sa do të jetë nevojshme. T'ja dalin vetëm për çfarë? Për aq kohë sa unë të mbaroj së përgatitur një surprizë të vogël për Darkarin. Çfarë? Hajde, Griselda, kemi shumë punë për të bërë. Me sa duket krimbi i shkëmbit është vonë për drek. Pa shikoj pak ata motorat. Do të thoja se dikush është përpjekur ti për typ. E di që Brendoni dhe Sky do t'ja dalin ban, mirë? Hej, edhe ne kemi besim te Brendoni dhe Sky. Ata do ta kryejnë punën e tyre. Vetëm se nuk na pëlqen shumë ti shikojmë të shkatëruara këto këtu. Ku e keni trimërin? Është vetëm një makineri, nuk është diçka me vlerë si për shembull një fustan i ri për festa. Shpresoj që Sky dhe të tjerët të nxitojnë. Vërtet, e urrej shumë kur i kot pa bërë asgjë. Ha, shikojeni atë, është si një loj. Sa mirë erdhi koha për motin e keq. Jeni gati ose jo, ja ku po fillon. E dashur, pa shiko këgjeta që po djersinte pranë shkallëve tona. Mos është ai nga ambitoka që ishte dashuruar me mua? Mos e thuaj Brendon, na duhet ndihma e saj. Gëzohem që dukeni kaq elegante madhëria juaj. Pupla zogu ardhuce? Po, dhe kur mendoj të shkaluam për t'i marrë. Duhet ju ndëshkoj që po bëni parat me ato gjërat plot në pleshta në pallatin tim. Duken të tmerrshme. Sidomos tek burrat, pikërisht. Edhe bijuteritë që duhen nga thumbimi i akrepit janë më të buta. Si mendoni ju? Pa dyshim, madhëria juaj, nuk e di që po mendonin. Princesha Amentia, si që mund të dini, ne jemi të gjithë të kërcënuar. Lord Terry po përpiqet të marrë fuqitë më dha të magjiksit, dhe ne duam ndihmën tuaj për ta ndaluar. Duhet ta pranoj që ajo vajza e akullt e ti më mërziti shumë. Atëherë, a do të na çështë te krimbi shkëmbit që të na hap rrugën për të shkuar te kështjella e tij? Prisni një minutë. Terry është armiku im, po ç'lidhje ka kjo me ju? Ne jemi në një mision për të ndaluar Lordin. Do të sulmojmë vendin ku ai ri dhe me ndihmën tuaj ne do të futemi atje. Nëse je luftëtar i vërtet dhe meriton ndihmën e Amentias në fushën e betejës, në fillim duhet më mposhtësh mua në një duel. Në rregull, e po sa e vështirë mund të jetë kjo gjë. Jepi atëherë. Mos u shqetëso, Sponsus. Nuk do t'i bëj gjë. Nuk jam i shqetësuar për atë, mik. Djema, nuk duat ju bezdis, por a nuk na tha Livi se princesha është mjeshtre në artet marciale? Nuk e mendova gjatë. E kisha harruar fare shoqen tënde bjande. Gjigant, kujdesu që shoqja e Brendonit të mos ngelet pa bërë qejf. Po, madhëri. Mirë, ta fillojmë ceremonin. Le të filloj dueli. Nuk ka ende asnjë shenjë nga Sky dhe të tjerët. Duke qëndruar këtu jemi duke u bërë një shënjesë të rekollajshme për armiq tan. Mirë pra Djema, do t'ju presim në një lartësi më të sigurt. Shkojmë. Mirë, Stormy, le të fillojmë. Wow, çfarë po ndodh? Mos na gjuajtën me disa rufete shumë fishta. Ne më parës që ti e di mirë se nga vinë. Vajza, duhet të rregulloj qarqet e prishura. Kompjuteri kryesor nuk po punon. Tekna Wingsat Magic! We are the wings, energy creating our magic power. Well, we be the Tekna, pse u transformove? Ju prezantoj kompjuterin e ri kryesor. E ha tashme. Duhet më shumë pull se ka që ti ndalosh Wingsat. S'është ky shqetësimi. Ka sa kohë mi shtetu sa ken punë. Unë do të kem shëndruar në blumin e erët. Dhe kështu fitoj unë. E po as kjo nuk do të ndodh, Terry. Por ti tashmë e ke parë se çfarë ndodh kur pak errësirë futet në zemrën tënde. Jo, nuk e ke fjalën për... Ashtu është.
Kloni im hje të ka dhënë pak nga e keqja e tij kur të hipnotizoj. Dhe tani, unë do të përfundoj transformimin. Dhe tani, ky është akulli mbi tort. Pa! Flora do bëhemi cupa, ashtu si ato pemat atje. Jo, nëse ndihmoj edhe unë. Wingsat magjik! Girls are the wings, energy created, all magic talent, love to be the thread. Charmix! Wings. Jo! Rrituni bim! Rrituni! Si guxojnë të ndërhyn, do t'i djeg me një herë. Të lumë, Flora! Merreni këtë! Çfarë po prisni madhëri? Vazhdoni! Shumë mirë! Pa! Ha! Mjaft, ose do filloj të ndeshem dhe unë. Ndjehem keq, duhet të luftoj për kraj jush, Djema, si mendoni? Forca tani, një zantrime edhe e bukur si piskap se të vërtetoj asgjë. Mos dëshirun pak çaj e shil To ju kem për copa para se të thoni tak, kuizi tok. Dhe pse të shkon ndërmend që unë mund ta them këtë gjë? O zot, kjo duket shumë e dhimbshme. Ky insekt i vogël e zemëroi vërtet gigantin. Do të shtyp. Gati Brandon. Ta kuizi tok është fjala dorzohem në nën tok. Ej, këtë e the ti, jo unë. Shaka e keqe, shakaxhi. Amentje e dashura ime, jo? Strategji e mrekullueshme, Brandon. Ti sushtire sikur nuk mund ta bëje dhe pastaj bam! Më rrëzove kaq shpejt sa që nuk e kuptova fare. Të bëjmë 2 me 3? Në asnjë mënyrë. Një marrëveshje është marrëveshje. Sigurisht, ndoshta një herë tjetër, ë? E dashur, a jemi Mos më të riq vëmendjen, Sponsus, po përpiqem të përqendrohem. Ja, e kapa. Për të ndihmuar ata të mbi tokës, unë, princesha e nën tokës, Amentja, i shpall luftë Lord Territ. Çfarë do që të bën ti të lumtur dashuria e jetës time? Po! E di çfarë, tani mund ta realizojmë këtë punën e shpëtimit. S'kam për ti mbijetuar kësaj. Po, e oqe qafe. Timi, tek na sjeni, do na duhet pak nxehtësi këtu apo jo? Me të timat e stormit na i kanë dëmtuar seriozisht sistemet tona elektrike. Do bëjmë ç'të mundemi për të rimarrë fuqit. Edhe pastaj do të merrim me ngroset. Nuk fillojmë dot kaq shumë. Na duhet të shpresojmë që Sky dhe të tjerët të vinë përpara se ne të varrosemi në ndëbor. Në asnjë mënyrë, harroje. Duhet i japim fund kësaj çmendurie menjëherë. Thela nuk më duket një ide e mirë kjo. Dëgjoj, Timi, ndoshta aty të pëlqen të ngri hunda, por Pixie dhe unë e kemi problem. Tani jemi gati për një fillim pranvere. Wingsat Magic! Girls are the wings, energy created, all magic power, love to be the we're the wings. Charming!
Tani kemi gjithë fuqin. A duhet të përpiqemi të fitojmë pak lartësi tani? Stella e shkriu akullin mbi të cilin ndodhemi. Tani mund të na shtypi. Tekna vër në punë motorët. Motorët në rregull. Me gjithë fuqin. Nisu! Brandon, me siguri nuk e bën mbreti i ri në tokës, ë? Në asnjë mënyrë. Heroim! Ja dolëm ban, një punë e mirë skuadre. Po, dhe Tekna bërë një punë shumë të mirë. Më dëgjoj Tekna, unë nuk do të jem kur një hero me shpatë, por prap dua të jem hero yt. Timi, por ti je. Tani vëri syzet para se të përplasesh me ndonjë gjë. Punë e mirë, Sky. Po, shpresojmë të jemi në kohë që të shpëtojmë Blumin. Për të mos përmendur Magixin, planetët, krijesat dhe gjithçka tjetër. Dhe tani, do të fos magjin time të erët në zemrën tënde. Pas pak, ti do të kesh dëshirën t'i shkatrosh vetë ata. Ja ku është e qenë si për fuqin e reliksit. Blumi i erët. Në episodin pasardhës të klubit të Wingsave, specialistët Pixit dhe Zanat godasin me rufej kështjellën e nëndheshme të Darkarit. Fillon një betejë e rrezikshme kundër përbindshit hije, ndërkohë që Darkar përdor magjinë e tij që ta kthej Blumin drejt së keqes.